Në kuadër të ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara në ambientet e Qendrës Speciale Komunitare Pogradeci u organizua një aktivitet i hapur me fokus ndërgjegjësimin dhe përfshirjen e komunitetit. Aktiviteti grumbulloi prindër, psikolog, punonjës social, përfaqësues të organizatave partnere, si dhe anëtarë të komunitetit lokal të cilët u njohën nga afër me punën e përditshme të Qendrës Speciale Komunitare të Pogradecit dhe programet në mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Gjatë ditës, të ftuarit patën mundësinë të vizitonin një ekspozitë të veçantë me punime artistike të realizuara në atelien e qendrës, ku fëmijët shfaqën kreativitetin dhe talentin e tyre përmes vizatimeve, punimeve mendor dhe projekteve artizanale. Një nga ajo që ne sot promovojmë në këtë ditë të veçantë është të tregojmë aftësinë që këta fëmijë të qendrës dhe të rinj të qendrës din të bëjnë gjëra të bukura dhe të mrekullojnë nëse ju jep një mbështetje. Por njëkohësisht, ne sot tregojmë edhe se me ekspozitën që ne kemi bërë, me këngët dhe recitimet që kemi përgatitur, me lojrat që do të zhvillojmë, do tregojmë që këta fëmijë nëse i mbështet, ata din të mrekullojnë dhe të tregojnë aftësitë e tyre. Kjo është një ditë e veçantë, por është për të gjithë shoqërinë. Është t'i tregojmë shoqërisë që të marrë dhe të japë politika sa më mbështetëse për këta persona. Aktiviteti u zhvillua në sloganet "Shoqëri që përfshin, shoqëri që fiton", të ndryshëm por të barabartë, duke ju referuar rëndësisë së ditës së 3 dhjetorit, përfaqësues të Qendrës Speciale Komunitare Pogradec bën apel ndaj institucioneve dhe politikbërësve që mbështetja për personat me aftësi të kufizuara të mos kufizohet vetëm në një ditë të vitit, por të jetë e vazhdueshme dhe e qëndrueshme. Ky aktivitet shërbeu si një kujtesë të gjithë fëmijëve, pavarësisht aftësive të tyre, meritojnë të kenë mundësi të barabarta, mbështetje të plotë dhe hapësira ku talentet e tyre mund të lulëzojnë.